Në raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, ku flitet për sundimin e ligjit dhe sistemin e drejtësisë, një draft i firmosur në 9 qershor të këtij viti, një nga pikat më të goditura është shkolla e magjistraturës që drejtohet nga Arben Rakipi. Në draft raport theksohet fakti që magjistratët që kanë dhënë dorëheqjen gjatë vettingut dhe që u ndalohet të ushtrojnë funksionet e larta gjyqësore, janë të lirë të marrin poste të stafit trajnues në shkollën e magjistraturës. Sipas draft raportit të KS, kjo vazhdon të përbëjë një mangësi të madhe. Skenari është i thjeshtë, zyra e bashkëshortes Arben Rakipit bën dhe mbrojtjen e kryebashkiakut të arrestuar me 12 akuza për 4 vepra të rënda penale. Sipas raportit të KS, në shkollën e magjistraturës, pedagog janë njerëzit e nxjerrë jashtë nga sistemi i drejtësisë, të cilët i merr Arben Rakipi dhe i përdor si avokat ata që dalin nga sistemi i drejtësisë dhe mbrojnë edhe Erion Veliajn. Nuk ka asgjë të keqe të bëj avokatin çdo jurist i lirë, por jo të shkojnë dhe të japin leksione në magjistraturë ata që janë shkarkuar nga vettingu dhe janë nxjerrë jashtë sistemit si hajdut. Dhe këta t'i strehoj Arben Rakipi dhe më pas institucioni që ka ta përdor për interesat e tij me studion ligjore të bashkëshortes. Fakti që magjistratët që kanë dhënë dorëheqjen gjatë vettingut dhe që u ndalohet të ushtrojnë funksionet e larta gjyqësore janë të lirë të marrin poste të stafit trajnues në shkollën e magjistraturës, vazhdon të përbëjë një mangësi të madhe. Provimi pranues vazhdon të ketë mangësi në aspektin cilësor dhe nuk është rishikuar ndjeshëm, thuhet ndër të tjera në draft raportin e Komisionit Evropian.